ndërmarrje. Kryetar, ne kemi edhe një informatë që referët nuk janë paguar tash e 4 muaj. Është e pasakt. Referët nuk janë pagu tash e 2 muaj. Okej, arsyeja pse s'janë pagu? Për shkak se s'ka mjete federata për t'i pagu. Është e qartë kjo, do të thotë ne një prej sponsorëve të cilin e kemi pas, të cilin e shihni në panelat e referëve, do të thotë për vitin e kaluar na ka kërkuar që të shtyjmë pagesat për janar, nuk i kemi marrë ato pagesa ende, mjetet nuk kemi marrë ende prej ministrisë për të kryer, se ne edhe me ato mjetet e ministrisë i kryjm obligimet ndaj referëve sepse i kemi parasysh se sa janë do të thotë të ndihshme këto shpenzime. Ne do të thotë në datën që po e mbajmë këtë intervistë, jemi në obligim ndaj referëve për muajt dhjetor edhe janar, ndërsa data shkurt do të jetë obligimi i cili bartet për javën tjetër. Do të thotë po ta kishim intervistën javën tjetër do të kishim 3 muaj bashkë, jo 2, sot i kemi 2 muaj bashkë. Okej, a mundet me qenë, di pse pyeti Ulpiana këtë, a mundet me qenë kjo arsye se referët ndoshta nuk janë disponim me referu? A mundet me aktualisht apo që po dojnë me lënë kredit? Jo, aktualisht. Mos pagesa mund të jetë një prej mos pagesë të referëve, do të thotë në vazhdimsi, heq një 2-3 vjet, do të thotë prej kur jam në Federatë Basketbollit që 9 vjet jam brenda federatës, rregullsi në pagesën e tyre ndoshta ka pas 2 vjet ose 3 vjet krejt për këto 9 vite. E keni parasysh, do të thotë edhe ata janë pjesë e komunitetit tonë, janë pjesë e komunitetit të sportit edhe e kuptojnë fare mirë që ne funksionojmë me cikle. Kur e kemi pas takimin para fillimit të stinorit, unë ju kam thonë, ne nuk do të kemi probleme me pagesat deri në dhjetor. Por pothuajse e kam të garantuar prej sot për ju që ne do të kemi probleme me pagesa në janar. Kanë qenë të paralajmëruar. Do të thotë kanë qenë paralajmëruar, këto e them me zemër të thyrë sigurisht, unë duhet secilit më ia dhon hakun e vet në mënyrë që me u siguru që ai e kryen punën ashtu si duhet. Por a ka qenë kjo një prej arsyeve pse sipas jush ka rëmje të cilësisë? Absolutisht se jo, se këta janë njerëz të cilë punën e marrin me shumë seriozitet, referët. Edhe shkojnë e kryjnë punën e vetë dhe kur ka ndodhur se s'jan pagu ka 7 muaj, që ka ndodhur edhe gjatë mandatit tim. Edhe 7 muaj s'jan pagu dhe kanë shkuar kanë kryjë punën e vetë me seriozitetin më të madh. Kështu që nuk mund t'ia atribuojmë këto, do të thotë këto gabime të cilat kanë ndodhin gjithmonë. Në rastin ton kanë qenë pak më evidente sepse kanë pas ndikim të drejtë për drejtë në rezultat